Këngëtarja e mirënjohur shqiptare, Mihri e Braha, ka befasuar publikun dhe ndjekësit e saj me një rrëfim të sinqert rreth moshës së vërtetë. Në një paraqitje televizive, ajo zbuloi se tashmë është 58 vjeçe, duke fituar menjëherë admirimin e shumë fansave që nuk e kishin imagjinuar se artistja ka kaluar të 50-ta. E njohur prej dekadash për energjinë, karizmën dhe pamjen e saj gjithmonë rinore, Mihri e tregoi se pas kësaj freskie që e karakterizon fshihet një stil jetese i shëndetshëm dhe kujdes i vazhdueshëm për trupin e mendjen. Ajo theksoi se ushqimi i balancuar është pjesë e përditshmërisë së saj dhe se shmang produktet e përpunuara, duke zgjedhur gjithmonë ushqime natyrale. Unë ha vetëm ushqime të shëndetshme dhe çdo gjë që vendos në fytyrë është bio. Kjo është arsyeja pse ndihem mirë dhe duke mirë, tha këngëtarja gjatë një bisede live, duke dhënë një mesazh pozitiv për të gjitha gratë që duan të kujdesen për veten në mënyrë natyrale. Mihri e shtoi se naturaliteti, dashuria për jetën dhe kujdesi i përditshëm janë çelësat e mirëqenies së saj, pavarësisht moshës. Ajo beson se bukuria e vërtet nuk vjen vetëm nga produktet kozmetike, por nga qetësia shpirtërore dhe energjinë pozitive që një njeri transmeton. Për publikun që e ka ndjekur për vite me radhë në skenën e ekran, Mihri e Braha mbetet shembull i një artiste që e sfidon kohën me naturalitet, elegancë dhe pozitivitet të pashtershëm. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.